Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të hëndat 9 qershor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin paketa e re për pensionistët i përjashton nga taksa e pronës, qërave dhe rimburson barnat. Simbolet e Vlorës në piktur në nënshkrimin e Vaso Patës. Opozita shqiptare Berisha, raporti IPS nuk mbështet antarësimin në BE në 2027. Vasili, gangrena e një pushteti të shpërdoruar. Raporti ISP, dekriminalizimi i fushatës, mos përmbushja rekomandimeve të OSBE DIR cënoi standardet zgjedhore. Beci nënhetim nga SPAK. Benet Beci, edhe pse zyrtarisht është nënhetim nga 4 nëntori, i xhiron 200 milion lek njeriut mask të Mehmetit. Gazeta Dita hapet me lajmin për atë që ndodhi në stadium, detaje, analizë, UÇK-ja e luftës, UÇK-ja e stadiumit dhe UÇK-ja e Saliut, një analizë përtej futbollit pas një ndeshje futbolli ku shfaq edhe një fan si orës 25. Dikush nga këta të magas shqiptare duhet i thot kreut të Bajrakut, enough is enough. A ka ndikim Rusia në Shqipëri? Analiza Geopost për prezencën ruse në Ballkan. Mes shqiptarëve, Rusia nuk ka gjetur terren të përshtatshëm, por po përpiqet në mënyrë aktive të destabilizojë marrëdhëniet e tyre me botën euroatlantike. Më në brendësi mund të lexoni mesazhe mashtruese në emër të postës shqiptare, kujdes telefonat. Ahmet Kalaja akuzohet për pengim të drejtësisë. Deklarimet, kush e përfiton zbritjen prej 100.000 lekësh për arsimin e fëmijëve dhe si përfitohet. Shtëpitë të moshuarve nuk kanë makinë urgjence. Kur demenca shfaqet në moshën 50 vjeçare nga rubrika e shëndetit. Në gazetën Panorama mund të lexoni plani për moshimin, heqja e taksës mbi pronën e ulja e çmimit të dritave. Diplomatët në provim çfarë parashikon ligji i ri për shërbimin e jashtëm, cilët rrezikojnë vendin e punës. Humbja e opozitës Gjekmarkaj tregon si mund të shkohet në zgjedhje të reja. Arsimi për fëmijët si përfitojnë zbritjet pas deklarimit të ardhurave. Orhan Pamuk zëri që Turqia se dëgjoj kur, por bota po. Gazeta Panorama Sport hapet me lajmin Bravo Shqipëri, ku qezin barazojnë pa gola me Serbinë në një sfidë pothuajse perfekte. 90 minutëshin e zbe vetëm penaltia e humbur prej Manajt. Nga stërvitja drejt Letonisë, ku qezin që dje në Riga. Silvinjo, rejnë e caktova unë, jap se nuk luan Asani. Hysaj, serbët kishin frik humbje për ne. Gjimshiti mund të fitonim 3-0. Aslani e uzuni në krah të sulmuesit lushnjar. Surpriza me formacion dhe 3 muskutierët. Stojkovic përgëzoi tifozët shqiptar, i del në krah edhe Djokovic. Mediat kundërshtare lajthitje nacionaliste trillojnë fantazi shekspiriane. Portugalia Ronaldo seleksion Spanjës kampione, plas tek Italia pas humbjes shkarkohet Spalletti. Ter Stegen akuzon Flikun dhe klubin. Finale epike, Alcaraz shtrin Sineri në Paris.